e njohin për veprat që kanë në zemrën e tyre të kuqen unike të kryemjeshtrit të pikturës, disa të tjerë e njohin për kodikët e famshëm. I vendosur në katedralen e Shën Maris në Berat, ky muze mban emrin e ikonografit të pavdekshëm shqiptar, Onufri, i njohur për ngjyrat e gjalla dhe detajet e holla. Brenda mureve plot histori mbart 200 objekte të përzgjedhura nga kishat dhe manastiret e rrethit të Beratit, që datojnë nga shekulli i 14 deri në fillim të shekullit të 20. Ikonat e Onufrit dhe piktorëve të tjerë të njohur janë shpirti dhe pasuria e paçmuar e këtij vendi magjepsës. Ikonostasi, i realizuar në vitin 1807 me elemente barok dhe bizantin, është një ndër veprat më të spikatura të mjeshtrave të drugdhënies. Objektet liturgjike mbajnë firmën e argjendarëve shqiptar ndër shekuj, duke reflektuar traditën e këtij zanati. Në ndyshemen e absidës janë gjetur 2 kodikët e Beratit, një pasuri e paçmuar për historinë shqiptare dhe botërore. Këto janë disa prej veprave MNZ, të cilat tregojnë mjeshtërinë dhe devotshmërinë e artistëve ikonik. Ky muze tërheq mijëra njerëz dhe është një arterie kryesore e turizmit në Kalan e Beratit. Gjatë vitit 2023 numërohet një shifër rekord prej 76.000 vizitorësh. Muzeu Kombëtar Ikonografik Onufri, vendi ku arti ikonik gjallon në më të mirën e tij.